oligarkëve miq të Ramës, me të cilët ndanë si plaçk personale pasurinë e shqiptarëve. Partia Demokratike do të jetë të garantoj se do të jetë parti e ligjit. E ligjit dhe vetëm e ligjit. Partia Demokratike zotohet se do krijojë një agjensi të veçantë për identifikimin, konfiskimin e çdo prone të paligjshme nga cili do në Shqipëri. Barazia para ligjit do të jetë ligji i parë i qeverisë së Partisë Demokratike. Dhe pyetja e fundit, Sergji Qama, Zoti Berisha, duke qenë se zgjedhjet vendore të 2027-s janë një pikë kyçe për rikthimin e opozitës në qeverisjen lokale, cila është strategjia juaj për ndërtimin e një oferte të besueshme dhe konkurruese në çdo bashki për ta kthyer rezultatin vendor në një hap vendimtar drejt fitores, me respekt dhe konsiderat. Faleminderit. Ne për pyetjen. Ne faktikisht në një farë mënyrë kemi filluar punën për zgjedhjet e ardhshme. Së pari do ecet në disa drejtime. Në drejtim të programit, departamenti Brengejn bashkë me departamentet tjera do angazhohen në hartimin e programeve lokale më të mira në çdo qytet dhe bashki të vendit. Ata kanë filluar punën dhe po punojnë në këtë drejtim. Ne do përpiqemi të paraqesim programet më të mira për t'u përgjigjur në mënyrën më të vendosur nevojave dhe kërkesave lokale të qytetarëve. Do bëjmë gjithçka të përzgjedhim kandidatët më të pëlqyer, më të votuar nga qytetarët. Pra, ne hym ose shkojmë në këtë fushat me përpjekje shumë të mëdha për të ndryshuar qeverisjen vendore. Këtë ishim pyetje.